Radio. Mirë mbrëma miq, erdhi shtuna dhe jeni në Top Albania Radio në Vitality Vibes, një emision I cili kushtohet shëndetit, nga ana tjetër e xhamit DJ XXL, I cili do të më suportoj këtë të shtunë. Është hera parë në fakt që jam me XXL në studio, edhe pse sa herë ai është kurioz të di për shëndetin, edhe është dëgjues shumë I mirë I të gjithë mjekëve që vinë në Vitality Vibes. Me mua sot në studio doktoresh Adilta Beko, mjeke laboratori, për herë të parë një mjeke laboratori ne kemi në Vitality Vibes, e cila do të na tregoj për sa I përket check-upit, analizave, kur duhet bërë një check-up, çfarë është kjo PCR-ja që thon gjithë, ta bëj një PCR një herë ta kemi në gjendje. Pra, doktoresh është këtu sot me ne për të na informuar mbi inovacionet e fushës së mjekësisë laboratorike, edhe këtyre analizave që janë shumë të rëndësishme dhe që na shërbejnë patjetër për të qenë gjithmonë më të shëndetshëm. Doktoresha, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në Vitality Vibes. Mirëmbrëma, faleminderit shumë për ftesën. Unë jam një dëgjuese e rregullt të emisionit të mëngjesit në radion tuaj dhe kam shumë kënaqësi që për herë të parë marr pjesë në një emision radiofonik. Jo vetëm për të folur për mjekësinë laboratorike, por njëkohësisht për të prezantuar më lehtë dhe më thjesht tek të gjithë dëgjuesit e radios atë çfarë ne bëjmë dhe pse jemi të rëndësishëm në gjithë fushat e mjekësisë. Në fakt, meqense ju përmendët që jeni dëgjuese e rregullt, për të gjithë ata që na dëgjojnë, duhet thënë që Vitality Vibes mund ta ndjekin në YouTube, mund të ndjekin patjetër gjithë artikujt që ne nxjerrim pas emisionit në faqen zyrtare në Top Albania Radio.com, pra çdo gjë që ose ju nuk keni arritur ta ndiqni ose ju ka munguar, mund ta ndiqni ose mund të gjeni informacionin në faqet zyrtare të topalbaniaradio.com, po gjithashtu dhe në Vitality Vibes në YouTube. Doktoresha, çfarë është mjekësia laboratorike? Pse është kaq e rëndësishme? Mjekësia laboratorike është zemra e diagnozës. Nuk shihet më si një koncept I veçuar nga fushat e tjera dhe specialitetet e tjera të mjekësisë, por është ajo që ndërthur të gjithë ndryshimet që trupi ynë manifeston ndaj ekspozimit të agjentëve të ndryshëm në formë të shenjave klinike. Evolucioni I mjekësisë laboratorike nuk ka qenë thjesht që nga mesjeta dhe deri në ditët e sotme, por unë do doja ta strukturoja në 3 kategori kryesore. Që nga momentet e para, një procedurë krejt manuale dhe daton rreth shekullit të 19 deri kur ndodhën zhvillimet e para në zbulimin e mikroskopit, në zbulimin e mjekësisë laboratorike, në evolucionin e bakteriologjisë mjekësore dhe më pas në të gjithë ndryshimet qelizore që e lidhen mjekësinë laboratorike me klinikën. Shekulli 20 dhe shekulli 21 sollën jo vetëm automatizimin, domethënë kalimin e matjeve të parametrave të ndryshëm nëpërmjet dorës, por me aparatura të cilët mundsonin leximin e të gjithë ndryshimeve që ndodhin në organizmin e njeriu, por njëkohësisht dhe me teste të reja, të cilët kanë në bazë të tyre biologjinë molekulare dhe njëkohësisht njohjen e gjenetikës së secilit prej individëve me qëllim që të trajtohen në varësi të fenotipit të veçantë të sëmundjes që secili prej tyre mund të manifestojë. Po mirë, pse është e rëndësishme që t'i bëjmë këto analizat ne? Për shembull, vazhdimisht ne duam bëjmë një check-up ose duam të kuptojmë gjendjen se si jemi, për shembull, sa të shëndetshëm. Do të thonë, janë kaq të rëndësishme për t'i bërë analizat. Unë do ta filloja me faktin që të them se ka njerëz për shembull që si bëjnë asnjëherë nuk smurën kurrë. Ka breza për shembull që nuk bëjnë analiza fare. Ndodhe edhe kjo që thonë është më mirë të mos I bëjmë se po I bëm do na dalë një gjë. Por nëse ti nuk e ke, ajo nuk të shfaqet ose nuk të vjen ose nuk do lexohet. Ndaj ju them që klinikisht çfarë duhet kemi ne parasysh që të bëjmë disa analiza. Flasim jo ato që kur na djeg urina etj se këto I dim, po. Do të thonë në nivel fizik për shembull. Tani, neve po flasim si dy të rritur, që e kemi ndërgjegjen dhe aftësinë për të kuptuar që testet duhen bërë. Sot, çiftet e reja fillojnë të bëjnë analiza që në momentin kur konceptojnë një fëmijë. Do me thënë, krahas analizave që bën
mamaja ose babai i fëmisë, janë analiza që fillojnë që nga java e 10, që është veracity test dhe veragen test, të cilët bëjnë një lexim të hartës kromozomike të bebit që ende nuk ka lindur. Dhe që këtu ne kemi mundësi të shohim sa i shëndetshëm është ky fëmijë që po na vjen. Me njëherë pas lindjes bëhet testi newbornit, me anë të cilit neve detektojmë 100 sëmundje të ndryshme monogjenike që mund të ketë trashëguar fëmia nga një prej prindërve. Dhe më pas janë testet rutinë të moshave pediatrike para ose pas vaksinimit dhe deri në moshën adulte që jemi neve. Do të thënë ju i konsideroni si një mënyrë ekzaminimi që në momentin e konceptimit të një fëmie, pra që atëre le të themi individi pa ardha akoma në jetë ka bërë ca analiza. Për çfarë mund të ketë. Dhe pastaj arrim në moshën adulte, në të cilën neve kemi ekzaminime rutinë ose teste biokimike, hematologjike bazë dhe në varësi të ndryshimeve që manifestohen në këto teste bazë, mund të plotësohen me teste të tjera, të cilat na çojnë drejt diagnozës. Testet bazë është testi i gjakut komplet, në cilën ne masim 3 linjat kryesore të qelizave, ruazat e bardha, ruazat e kuqe dhe trombocitet, dhe njëkohësisht paneli biokimik i cili na jep një informacion të përgjithshëm në lidhje me funksionimin e mëlçisë, të veshkës, në lidhje me funksionimin e pjesës së tëmthit, mund të marrim informacion për glukozën dhe të gjitha këto bëhen me qëllim jo vetëm të diagnostikimit të problemit, por njëkohësisht për të parandaluar dhe për të ndryshuar në një farë mënyrë mënyrën e jetesës që mos kalojmë drejt të trajtimit medikamentos. Më përpara nuk ka qenë ky lloj konceptimi, pra do të thënë le të themi këto kohët e fundit ju keni shtuar testet laboratorike, testet genetike, nëse mund të quajmë kështu për fëmijët të cilët do vinë në jetë. Pra për që në momentin e koncepcionit që ju mendoni, pra më përpara si vlerësoheshin sëmundjet e një fëmijë që do vinte në jetë. Ideja kemi është pasur ne? Unë mendoj që kemi pasur, por duke mos pasur mundësinë e detektimit, ishte një nga shkaqet më të shpeshta të vdekjeve infantile apo neonate, të pa diagnostikuara ose të pa marrë vesh që pse ndodhi kjo gjë. Mund të ishte një patologji e trashëguar, mund të manifestojë në formë të një aborti spontan që në javën e 6, javën e 7 të shtatzanisë, pa arritur të kuptuar pse të vinte ky abort, mund të bëjë në mënyrë të përsëritur dhe përsëri nëna dhe apo shifti i ri nuk arrinte që ta kuptonte. Tani, ndërmjet gjithë këtyre testeve, merret dhe informacioni nëse ky konceptim ka pas një problem që ka sjell shkputjen apo kanë qenë thjesht shkaq të tjera natyrore. Unë nuk them kot që DJ XXL është dëgjues shumë i mirë i Yni, sepse pyete pak doktoreshën në çfarë faze bëhen këto testet. Testi bëhet pas javës së 10 të shtatzanisë. Pas javës së 10 të shtatzanisë, që bie diku 3 muaj e gjysmë. I bie diku 2 muaj e gjysmë. Po nëse ka probleme? Ideja është që mund bëhet pas javës 10 deri në javën e 40 të shtatzanisë, sepse nëse ka probleme, i ngelet në dorë çiftit të ri të vendosin nëse do ta vazhdoj apo do ta ndërpres këtë shtatzani. Por arsye sepse ardhja e një fëmie me probleme, për sa kohë mund të jem prindrit ta suportojnë, ta mbajnë, ta mbështesin dhe ta kurojnë, është plusi i shoqërisë shqiptare. Po deri ku mund ta çojmë pastaj, kjo nuk dihet. Dhe bëhet nga java 10 me qëllim që të kemi kohë për ndërhyrje çfarë do lloj vendimi mund të marrë çifti i ri. Mirë doktoresha, na duhet të shkojmë pak në publicitet, do rikthehemi pas pak. Jemi sërish bashkë në Vitality Vibes me mua doktoresha Adilta Beko, mjeke laboratori, por pa harruar që tetori ngjyroset me rozë, sepse ky është muaji që na kujton sa e çmuar është jeta dhe sa i rëndësishëm është kujdesi për shëndetin e gjirit. Intermedica gjatë gjithë këtij muaji ju vendos në dispozicion teknologjinë më moderne dhe profesionalizmin e mjekëve tanë për detektimin e hershëm të kancerit të gjirit, me paketa të dedikuara dhe ekzaminime të teknologjisë më të avancuar si ekografia me elastografi dhe mamografia me tomosintezë. Bëj një hap të vogël sot drejt parandalimit. Rezervo tani konsultën tënde në një nga qendrat Intermedica. Intermedica, life needs care.
Dhe mos harrojmë Markusin tumoral të gjerit ca 15-reshin, I cili është shumë I rëndësishëm jo vetëm për detektimin në fazat e hershme të patologjisë, po si çdo Markus tjetër dhe për të ndjekur ecurinë e trajtimit dhe njëkohësisht për të marrë sigurimin që neve jemi të shëruar. Është Markus, po tani ta bëjmë të mamografinë apo të bëjmë të Markusin tumoral? Neve I ofrojmë të dyja në paketa mikse. Mirë, okay. Po pse ka në një që s'do ta bëj për shembull ose është I lirë të zgjedh. Kjo është ideja Intermedicos, të ofron atë që ke më të lehtë për ta bërë. Mund të bësh një marrje gjaku, nuk duron dot të rish aty brenda për të bërë tomografinë, mund të bësh tomografinë se nuk duron dot marrjen e gjakut. Ne përmbushim nevojat duke mos I harxuar kohën pacientëve. Mirë, ndalemi pak tek ajo pjesa e genetikës që po përmendim të dy pak më parë edhe kur ishim në pauzë, teksa ju më thatë që për të bërë një test genetik duhet marrë mukoza e mukosa nga faqet e brendshme të babait, për shembull në rastin e testit të veragenit dhe gjak nga nëna. Dhe ju nxjerrni një screening genetik, pra nxjerrni një pasqyrë. Ekstraktim, një nxjerrje I asaj që quhet fraksion I lirë fetal, do të thënë gjakun e bebit. Dhe ndërmjet kësaj bëhet një lexim I gjithë strukturës gjenetike që mund të ketë bebi, do të thënë I kromozomave. Normalisht subjektet e shëndetshme, themi kanë 23 çifte ose 46 kromozome, prej të cilave çifti 23 është ai që përcakton gjinin. Në rastin e veragenit, neve kemi mundësinë që të detektojmë çrregullime që mund të jenë në numër të kromozomeve ose në strukturë. Në numër mund të jenë rastet kur kemi një kromozom më tepër, që në varësi të çiftet ku mund të jetë vendosur, njihet si trizomia e 13, e 18 dhe 21. Më shumti njihet si testi I sindromës Down, siç kanë qenë deri më tani testet e bit testit. Po besoj që me këto testet ju e keni çuar përpara diagnostikimin dhe gjithmonë më rrallë është kjo si patologji le të themi. Po, sepse shmangim dhe një procedurë tjetër më invazive që mund të jetë që nëse bebi është mbartës si një kromozomi më tepër në çiftin e 18 të themi dhe nëna vendos ta mbaj ose vendos që ta heq, I shmanget kjo procedura I biopsisë së materialeve të kyretazhit që janë në një fazë më të vonë për të gjetur shkakun pse ndodhi. Ta jeni shumë të avancuar në këtë aspekt. Mendoj se është një informacion shumë I rëndësishëm për çiftet e reja. Ndërsa nëpërmjet mukozës së babait lexohen smundje monogjenike që janë të trashëguara. Këtë mund të realizojmë edhe ndërmjet testit të newbornit, që është testi që merret nga themra e bebit brenda themi 7 ditëve pas lindjes. Dhe këtu kemi detektimin e disa smundjeve që mund të lidhen për shembull edhe me mungesën e hormoneve të tiroides, që do të thotë nëse neve këtë informacion e marrim brenda 7 ditëve të para të jetës, është shumë më e lehtë korrigjimi pa I dhënë probleme të tjera të zhvillimit të bebit, nëse nuk do të ishin detektuar. Domethënë, të gjitha këto bëjnë që neve të kemi mundësi jo vetëm të parandalojmë, por njëkohësisht të kapim në kohë, të merremi dhe të minimizojmë të gjithë vështirësitë që do të na lindin nga trajtimi dhe kapja më vonë në kohë I këtyre patologjive. Nëse unë për shembull dua të bëj një analizë genetike për të zbuluar çfarë do ndodhi në 40 vitet e ardhshme, ose nga çfarë mund të prekem, kam një shans që ta dalloj nëpërmjet testeve genetike? Neve kemi teste gjenetike që bëhet nëpërmjet leximit të kariotipit të gjakut periferik, por sigurisht ne mund të detektojmë ato çrregullime gjenetike që tashmë janë trashëguar, sepse ndonjëherë kemi raste të fëmijëve në cilën prindrit me analizën gjenetike të kariotipit të gjakut periferik kanë qenë individ të shëndetshëm, por mund të jetë një mutacion që ndodh de novo, domethënë ndodh për herë të parë tek fëmia, domethënë që do vi ose që ka ardhur në jetë. Jo, unë them për ne të rriturit, për ne adultët. Për ne të rriturit neve mund të marrim informacionin të sëmundjeve që I kemi të fshehura. Në qoftë se nuk kanë dhënë shenja klinike deri në këto momente, neve nuk presim që ai të pësojë një ndryshim kaq të madh sa që të na smuri në 40 vitet e ardhshme. Neve thjesht jemi mbartës të kësaj patologjie. Po se themi për shembull që stërgjyshi vdiq nga zemra, edhe gjyshi nga zemra, edhe dhe këtu, domethënë kam një shans që të bëjmë një analizë që të detektojmë a mund të jemi dhe ne bartës të asaj smundje që... Por jo vetëm të analizave gjenetike, se çrregullimet të lidhura me aparatet të caktuara mund të
Ktu ndërhyn mjekësia laboratorike, sepse check-upet dhe kontrollet e rregullta bën që ato ndryshime që stërgjyshi, gjyshi i kanë shfaqur në një moshë më të re dhe ne jemi të predispozuar, për shembull një çrregullimi lipideve. Ju mund të referoni që prindrit janë të dy me çrregullime yndyra të larta, themi në gjuhën popullore. Sa i predispozuar jam unë si individ të kem yndyra të larta në të njëjtën moshë e kanë manifestuar për herë të parë prindrit e mi. Dhe në këto kushte i referohem ekzaminimeve dhe kontrolleve rutin dhe diagnostikoj që niveli im i kolesterolit ka një tendencë të jetë më i lartë se ç'është mesatarja e studimeve për grup moshën time. Në këtë mënyrë ndërhy duke bërë modifikim qoftë në mënyrën e jetesës, qoftë në mënyrën e ushqyerjes apo është e nevojshme marrja e mjekimeve të caktuara, me qëllim që të njëjtën patologji që stërgjyshi im, gjyshi im e ka shfaqur në moshën 50 vjeç, unë të paktën të shtyj një 10 vjeçar, se që do më vi, thjesht jam largoj vitet e shfaqjes për herë të parë dhe njëkohësisht mënyra se si do më shfaqet do jetë më e lehtë për shkak të ndryshimit të modifikimit apo të jetesës apo të terapisë që kam bërë për këto 10 vjet, pa ndryshuar gjithmonë cilësinë e jetës. E kuptoj. Mirë, besoj që modifikimi i cilësisë jetës gjithmonë në bazë të analizave laboratorike që sot individët bëjnë, pra pacientët bëjnë, besoj që është edhe mundësia që t'i bëjnë më shpesh, edhe le të themi besoj teknologjia është më e prirur që të detektojë smundje të qoftë të kësaj natyre që ju përmendët, se besoj vite më përpara prindrit tanë nuk mendoj që kanë pasur kaq shumë mundësi për t'u diagnostikuar dhe për të bërë analiza për pasur në gjetje të nga çfarë mund të vuajnë. Shiko, dhe mjekësia laboratorike ka evoluar ashtu sikurse mjekësia në të gjithë fushat. Dikur nuk ishte edhe për një kardiolog të njihte kaq shumë patologji që i manifestohen sot, ashtu sikurse nuk ishte për ndonjë endokrinolog që një vajzë të re të bënte matjen e insulinës, të bënte matjen e glicemisë, që t'i kalkulonte riskun për rezistencë ndaj insulinës dhe ndoshta ta fillonte ta mjekonte që në moshë të re. Ashtu sikurse për një vajzë në vitet e jetës së saj seksualisht aktive të detektonte çrregullime të ovareve dhe të hormoneve dhe të thoshte që në këto kushte që jam bashkë me tiroiden apo bashkë me çrregullimet që kam në vezoret e mia të kem këto vështirësitë në konceptim apo në familja. Tani kur marrim neve këtë fletën analizave, shikojmë ca vlera normale edhe ca vlera të tjera që ju nxirrni si rezultate. Edhe përgjithsisht në atë syrin e thjesht të çdo kujt që i lexon, kur shikon që kam disa vlera këtu nga një krah dhe disa vlera si më kanë dalë, po të i krahasojnë thonë herë, mirë i pasëm këto analizat. Por realisht edhe pse vlerat janë gjithmonë më poshtë se sa ato që janë anash, pra nga ato vlerat që ju i keni si vlera referuese. Duhet që ti konsultoj me mjekun e këto analiza apo mjafton ti referohemi atyre rezultateve që ju na jepni dhe s'ka një rëndësi të madhe? Do doja këtë ta lidhja me dy pjesë. Në radhë të parë, një individ nuk duhet të shkojë të bëj analiza vet. Të bësh analiza vet, ti mendon që mund t'i krahasosh ato dhe i pas ka mirë dhe ti flan mendjen që je mirë. Gjithmonë duhet paraprakisht konsulta me një mjek klinicist me qëllim që ndërmjet anamnezës të identifikojë pse duhet i drejtohesh një laboratori dhe për çfarë lloji analizash. Ato vlerat referente që janë në përgjigjen e analizës janë vlera referente që janë bërë në studimet në popullata të caktuara, neve për Shqipërinë nuk kemi dhe sigurisht mbështetemi në statistika dhe në kalkulime që kanë bërë vendet e rajonit, duke qenë se kemi karakteristika të ngjashme për të thënë që jemi të shëndetshëm apo nuk jemi të shëndetshëm. Por përballë një hemoglobine 17, po themi tek një djalë që është 23 vjeç, me një numër të ruazave të kuqe që mund të jetë diku te 7 milion. Dhe që vlerat referente tona thonë që ti je brenda. Sa e sigurt jam unë që nuk e keq diagnostikoj këtë djalë dhe ky mund të jetë i bashkalidhur me një policitemi dhe unë duke menduar që je brenda vlerave referente të them që ti je mirë. Prandaj, gjithmonë në fillim konsulta me mjekun dhe më pas interpretimi në varësi të asaj çfarë ka prit mjeku nga analizat e pacientit. Më thënë, unë kuptova që ne duhet bëjmë analiza se dhe ju vetë që bëni analiza na lini me dyshime. Jo, unë po mendoj që po ju ndihmoj me sqaruar për të thënë që gjithmonë konsultën me mjekun klinicist dhe më pas interpretimin në varësi të asaj që ka marrë klinicisti nga anamneza me ju. Mirë, doktoresha, duhet shkojmë sërish në publicitet, do rikthehemi pas pak.
Rikthehemi sërish bashk në këtë pjesë të tretë të emisionit në Vitality Vibes me mua në studio, doktoresh Adilta Beko, mjeke laboratori. Gjitha analizat, gjitho hallet me gjakun që kemi, patjetër që të mjekja e laboratorit duhet të vim. Por, doktoresha, kur bëhet fjalë për buzëqeshjen tuaj, nuk ka vend për kompromis. Në qendër të Tiranës ju pret Brianza Dent, e drejtuar nga profesor doktor Luan Mavriqi, me 25 vite eksperiencë në stomatologji dhe implantologjinë e avancuar. Një staf profesionist, teknologjitë më moderne ju garantojnë trajtime të sigurta estetike dhe afatgjata. Me Brianza Dent, transformimi i buzëqeshjes është i menjëhershëm dhe dhëmbët e ri mund t'i keni brenda ditës. Brianza Dent, buzëqeshja me një touch. Edhe dentistria avancon, nuk jo vetëm mjekësia laboratorike, doktoresha, kështu që po neve i vim në ndihmë si gjithmonë me të gjithë testet e koagulimit që afrojmë përpara çfarëdo lloj procedure që do bëhet. Sepse edhe testimi i koagulimit, i çrregullimeve të lidhjes me mpiksjen e gjakut, mund të jenë shkak për komplikacione goxha serioze, pavarësisht se shkojmë për një gjë më të bukur. Tani ju më thatë pak më parë që ne nuk mund të bëjmë analiza me kokën tonë, po duhet shkojmë te mjeku. Po unë po të them eksperiencë personale, më thotë gruaja, dëgjoj, do i fusim i palë analizën e unë, ti, goca, çuni, marrim dhe mamin dhe babin, vjerën se s'kemi bërë. Po, tash ti bëjmë mos ti bëjmë. Patjetër që do t'i bëni dhe në këto momente gjithmonë nga stafi mjekësor telefonohet mjeku dhe zbresim pranë familjes në radhë parë për të diferencuar grup moshat dhe në radhë të dytë për t'i prezantuar me paketat të cilat përfshin teste të ndryshme sipas grup moshave. Pra domethënë fëmijët kanë check-up tjetër. Kanë check-up të fëmijëve. Grup moshat themi 35-50 vjeç kanë një paket më vete për arsye sepse dhe ndryshimet që mund të fillojnë në këto faza, qoftë atyre hormoneve, qoftë çrregullimeve të tjera janë shumë delikate pasi mund t'i korrigjojmë më shpejt dhe sigurisht testet që ofrohen për moshat e treta themi kanë paketat e tyre të veçanta sepse manifestojnë klinik dhe patologji tjetër. E kuptova. Pra, fëmijët ç'a duhet bëjnë? Ç'a analizash duhet bëjnë? Tek paketat e fëmijëve neve gjithmonë jemi konsultuar me mjekët pediatër me qëllim që të kemi parasysh çfarë u nevojitet apo çfarë presin ato nga analizat që neve ofrojmë. Ofrohet pjesa e gjakut komplet, në të cilën kemi edhe 5 nën grupet e ruazave të bardha. Kjo për arsye sepse në qoftë se do kemi ndryshim në një nga këto pjesët e qelizave të përfshira tek ruazat e bardha, informacioni që marrim është nëse kemi të bëjmë me një ekspozim viral, domethënë është një gjendje viroze apo është një ekspozim bakterial. Njëkohësisht të kuptojmë çrregullimet e serisë së kuqe, qoftë në numër të ruazave apo qoftë në nivel të hemoglobinës, për t'i sugjeruar prindit që duhet të marrë thjesht një ushqim më të shëndetshëm dhe thjesht suplemente për ta plotësuar apo duhet kalojnë në një terapi, dhe njëkohësisht janë dhe trombocitët që mund të jenë të lidhura me çrregullimet e mpiksjes së gjakut. Dua të ndaloj tek kjo ke fundit sepse shpesh herë nga ekspozimet virale ose bakteriale mund të kemi ndryshim të serisë trombocitare dhe kjo bën që prindi të alarmohet dhe të kërkojë testime të tjera plus me qëllim që të thotë pse janë rritur apo pse janë ulur ruazat e trombocitet. Është një bakteri ose një prandaj gjithmonë përpiqemi që prindërve dhe familjarëve t'i vënë në ndihmë duke thënë që disa ndryshime që mund të pësojë gjaku në një fazë të caktuar, qoftë dhe kur fëmia nuk ka manifestuar asnjë shenjë klinike, janë të përshtatshme për ato ndryshime që janë të manifestuara si pasojë këtij ekspozimi. Po kjo grup mosha e dytë për shembull mund të jetë faza 30-50. Në këtë grup moshë neve krahas dhe tek fëmijë doja të shoja edhe këtë, kemi një testim të provave të heparit, domethënë mëlçin edhe transaminasat, kemi testimin e glukozës pasi kemi vënë re që ka një shtim të diabetit në moshat tepër të reja ose edhe fëmijët e vegjël dhe njëkohësisht kemi një testim të ferritinës dhe të sideremis që praktikisht është hekuri i lirë qarkullues dhe depozitat e hekurit në organizëm. Tek të rriturit neve kemi një panel pak më të gjerë sepse kemi dhe testim të pjesës së lipideve. Këtu krahas kolesterolit dhe triglicerideve kemi dhe faktorët e tjerë që janë kolesteroli i mirë apo kolesteroli i keq dhe kalkulimet e faktorëve të riskut për ateroskleroz. Dhe në këtë moment për këtë grup mosh, duke modifikuar atë që thamë më përpara, mënyrën e jetesës, mund të shmangim patologji të koronare që mund të vijë. Ateroskleroza për gjithë ata që dëgjojnë është bllokimi i enëve të gjakut. Po, si pasojë e veshjes nga pllakat e yndyrës që i
kemi të depozituara. Këto sidomos në qoftë se LDL kolesteroli, që është kolesteroli i keq i depozitohet aty. Është mirë të kemi HDL kolesterol të lartë sepse na ndihmon që këtë të keqin që na i vesh këto enët ta tërheqë dhe ta çojë për katabolizëm. Ndërkohë tek kjo grup moshneve mund të bëjmë edhe një testim të nivelit të hormoneve të tiroides, për arsye sepse ndikojnë në metabolizëm, qoftë në një çrregullim të peshës, të themi, apo mungesë të gjumit apo djersitje që ndonjëherë pa dashje bëhen faktor të ndryshimit të cilësisë së jetës dhe të performancës në punë apo kudo jenë, dhe njëkohësisht në varësi të gjinisë, qofshin vajza apo qofshin djem, ne mund të bëjmë një detektim të çrregullimeve të tjera hormonale. Duke qenë se tek vajzat pas 43-44 vjeç mund të fillojnë çrregullimet e para ne mund të zgjasim kohën që këto vajzat i shfaqin sa më vonë këto shqetësime me qëllim që të kenë mundësi të jetojnë më të qeta. Ndërsa tek meshkujt, duke qenë se fillon në një hipertrofi e prostatës, të themi një zmadhim, mund të parandalojmë duke dhënë qoftë terapi apo qoftë modifikim në mënyrën e ushqyerjes apo konsumimit të lëngjeve me qëllim që të shmangim të gjithë ndryshimet përkatëse. Shpeshherë më thon pacientët, shkova te doktori, më tha doktori, futi një PCR. PCR e gjakut apo PCR-i, sepse çfarë na ndodh? Na vin pacientët. PCR-n pacientët pjesa më e madhe. S'ka që rëndësishme domethënë PCR. Sepse është indikator i gjendjeve të inflamacionit të organizmit së bashku me fraksionin C3, C4 të komplementit dhe na tregojnë cila është gjendja jon imunitare, domethënë sa të aftë jemi neve për të luftuar një bakter apo një virus që na vjen. Në kohën e pandemisë njerëzit e njohun PCR-n që ishte testi molekular i detektimit të Covidit, po në atë rast PCR-i i referohej metodikës me të cilën bëhet analizimi i një mostre virale, ndërsa PCR-ja e gjakut është tregues i imunitetit tonë. Domethënë sa të aftë jemi ne të luftojmë ekspozime të ndryshme Supozojmë që është e lartë ose është e ulët. Ka imunitet më të mirë? Jo. Jo, tregojnë që imuniteti juaj po funksionon siç duhet sepse ai po arrin të luftojë me ato me të cilin është përballë. Ideja është që një PCR e lartë jo gjithmonë kërkon antibiotik, sepse edhe në gjendje virale neve kemi rritje të PCR-s. E ndjekim trendin që do të thotë shpeshherë pacientët rikthehen pas 2-3 ditësh për të parë që nëse norma është 5, neve e kishim 25, dhe kur vjen pas 3 ditësh është 75, atëherë këtu ndalojmë për të thënë që prit se piku është këtu dhe neve tani ti vetë nuk e bën dot më, deri këtu të shkon. Ti do vazhdosh, do të arrisësh PCR-n, por nuk e lufton dot më agentin me të cilin je përballë dhe ndërhyet me terapi të caktuar. Doktoresha, sërish duhet të ndërpres, pasi më duhet të shkojmë në publicitet. Me mua në studio doktoresha Tilda Bejko, teksa vazhdon akoma diskutimi edhe në pushim për sa i përket mjekësisë laboratorike dhe analizave që duhet bëjmë, check-upit domethënë besoj doktoresha dhe do vazhdojmë edhe pas emisionit të diskutojmë bashkë sepse me sa duket kemi shumë pyetje për të bërë dhe shumë informacion për të marrë, por dua të ngacmoj pak sepse për gjithë dëgjuesit është shumë e rëndësishme që ne të dimë çfarë duhet ham përpara se të bëjmë një grup analizash. Për shembull, nëse unë dua të bëj analizat e diabetit nesër, a më lejohet të ha ëmbëlsira sot? Po. Një ditë sa orë përpara për shembull. Domethënë, kur vjen për testimin e analizës së sheqerit, gjithmonë neve kërkojmë që pacienti të jetë në gjendje esëll. Jo esëll nesër jam, po sot. Kjo gjendja esëll, ja ta them tani, kjo gjendja esëll nuk kupton 8 orë pa ngrënë. Në qoftë se ky diapazion është më i madh, përsëri nuk jemi mirë, pasi trupi futet në katabolizëm, futet në ketogjenezë, prap kemi ndryshime të cilët mund mos na japin vlerën reale të sheqerit. Ideja kur themi 8 orë pa ngrënë, predispozojmë që pacienti jo të hajë tort në darkë edhe të jetë 8 orë pa ngrënë, jo të hajë mish qingji në darkë dhe të jetë 8 orë pa ngrënë. Neve po themi kolesteroli nuk na ndryshon shumë, po kemi parë trigliceride, alkooli na ndikon. Alkooli na ndikon. Kemi pas një pacient në një nga
nga pikat tona dhe më merr vajza që do t'i merrte gjakun dhe më thotë që pacienti do t'i bëj, thotë, po ka pirë vetëm një tekë raki sot në mëngjes. Edhe i thash, jo, nuk do ja bëjmë se me një tekë raki do na ndikoj. Po do t'i bëj, tha, se e merr parasysh vetë. Kur na vinë mostrat dhe neve i fusim për ta mat, ajo nuk ishte një tek, patjetër ishin vlera shumë të larta të triglicerideve, jo të enzimave të mëlçisë. Do të thotë që alkooli ndikon në një rritje të shpejt dhe persistente në një kohë më të lartë të triglicerideve në krahasim dhe me mishin e qingjit, të themi, në harkun e tetorëve. Rekomandojmë të jetë tetor esëll me një vakt të darkës normal, si çdo darkë tjetër, jo abuzive, dhe pas tetorësh mund vinë në laborator kjo për sheqerin esëll. Ndërsa për sa i përket HbA1c-s, që është një mesatare e nivelit të sheqerit 3 muaj të fundit dhe që njihet si diabeti i fshet, kjo mund të bëhet në çdo kohë të ditës, pasi nuk ndikohet nga marrja e ushqimit. Njëkohësisht, marrja e sheqerit 2 orë pas buke ose 60 minuta pas buke dhe më pas 120 për të bërë ato që njihet si kurba e glicemisë, momenti i matjes së kohës fillon nga momenti që ke mbaruar konsumimin e gjithmonë një vakti normal. Jo të hash pasi ke marrë analizën esëll, të hash një vakt shumë, siç hahet zakonisht një mëngjes i zakonshëm dhe menjëherë pas përfundimit të atij fillon matja e kohës. Ndërsa për sa i përket yndyrnave, mbështetur në studimet e fundit të shoqatës së kardiologjisë, nuk preferohen më të bëhen analizat në gjendje esëll për yndyrnat. Për arsye sepse informacioni nuk është i vërtetë ai për sa kohë që e noton atë gjakut, punojnë me ngarkesë me yndyr gjatë gjithë pjesës tjetër të ditës. Atëherë cili është përfitimi nëse neve kemi yndyra në mëngjes në vlera referente, të themi brenda referencës, dhe ndërkohë gjatë ditës punojmë gjithë kohës me yndyra më të larta, në këto kushte pacientët nëse vinë para në laborator, do thënë që kanë konsumuar mëngjes, nuk i kthej për nivel të yndyrnave, sepse kjo është ngarkesa me të cilët zemra e tyre, enët e tyre të gjakut funksionon gjatë ditës. A ka lidhje stresi me ekzaminimet laboratorike, sepse thuhet që kur je në stres të vazhdueshëm rritet niveli kortizolit në gjak. Pra, neve po, ka lidhje. Ju konfondon sa do pak, domethënë ju çorienton kjo gjë? Jo, kjo gjë nuk na çorienton, por ajo që vëre unë është tendenca për ta bërë se e ka bërë shoqja, se e lexova këtu, se e dëgjova këtu. Kortizoli është një hormon që prodhohet nga një gjendër e caktuar, së bashku me disa hormone të tjera, dhe vetëm nuk përcakton nivelin tënd të stresit. Sigurisht ai ka 2 orare të matjes, matet kortizoli orës 8, matet dhe kortizoli orës 4, që janë 2 pikët e prodhimit të kortizolit. Një pacient nuk mund të afrohet pranë laboratorit se ka dëgjuar që bëhet kortizoli dhe ti merret kortizoli. Të paktën kjo është ajo që ofrojmë neve dhe e kërkojmë me rigorozitet, me qëllim që të njohim që në këto orare të prodhimit të hormonit që ka pikat e veta, ashtu sikurse çdo hormon tjetër, neve të jemi në këto vlera referente. Në të kundërt, vetëm do e konfundojmë pacientin dhe do bëhet ashtu sikurse diskutohet tani rëndom që a e keni testuar ndonjëherë nivelin tuaj të kortizolit, ndërkohë që për të parë nivelin tuaj të stresit, dhe ai është jashtë orareve të pikut të vet, o do dali lart o do dali ulët, duke e konfunduar më keq pacientin. Bëhet kortizoli orës 8, bëhet kortizoli orës 16 dhe në këtë mënyrë merr informacion një mjek endokrinolog çfarë po ndodh me pacientin e tij. Doktor, edhe ky esëll? Në 8 të mëngjesit esëll dhe në orën 16 mund të konsumohet ushqim, sepse është hormon dhe ka piket e veta të prodhimit në organizëm, nuk ndikohet nga marrja e kafes dhe të rritet kortizoli. Okej. Doktoresha, sipas jush, nga çfarë vuajnë më shumë shqiptarët, nga gjithë analiza që ju bëni, domethënë çfarë popullate jemi ne, nga vuajnë? Neve vuajmë në radhë të parë nga çrregullimet e hemoglobinës. Jemi një popullat që kemi deficite të hemoglobinës, sidomos në brezat e rinj që janë duke u rritur tani dhe në brezin e 40-50 vjeçarëve. Kjo ka ardhur ose për deficite të mënyrës së ushqimit gjatë kohës së brezit 40-50 dhe brezit të ri për mënyrën e mosmarrjes në sasinë e duhur të atyre që kanë nevojë, për arsye sepse gjejnë fast foodet, gjejnë ushqimet e shpejta, gjejnë ushqimet e konservuara që nuk janë të shëndetshme. Kemi një
pjesë shumë të madhe të popullatës me një vitaminë D të ulët. Ne jemi vend mesatar, predispozohet që kemi mjaftueshëm ekspozim në diell, masim 2 fraksione të vitaminës D, matet ajo që njihet si më shpesh 25OH D3, por ndërkohë po aq e rëndësishme është edhe fraksioni 1,25, domethënë ai që prodhohet në veshkat tona. Rëndon populli bën nivelin e 25 OH-s, por ndoshta ajo mund të mos prodhohet mjaftueshëm në lëkurën tonë, po veshka e metabolizon dhe fraksioni 25 e prodhon në sasinë e duhur. Duhet të thellohemi edhe pak. Duhet të thellohemi edhe pak më shumë, por sigurisht duke qenë e fokusuar dhe e punësuar në një strukturë e cila është gjithmonë pranë pacientit me të gjithë paketat dhe ofertat e veta, por duhet të jenë në mbikëqyrje të gjithë rregullimeve të mundshme krahas vitaminës D që mund të bëjnë këto pacient. Dhe ajo që kemi neve tjetër është pjesa e infeksioneve urinare, që mund vi ose si pasojë e mos konsumimit të mjaftueshëm të lëngjeve, ose mund vi si pasojë e kontaminimeve për mungesë të informacionit të duhur të mbledhjes dhe të marrjes së mostrës. Në një nga këto check-upet tona, unë të dua ta theksoj një çik që është check-upi më bazë dhe ai më i përshtatshëm për të gjithë xhepat e shqiptarëve të themi, përmban dhe analizën e fitit, që është testi imunokimik fekal. Është i përfshirë aty brenda dhe mat. Po, ai mat në mënyrë sasiore, domethënë nëse kemi humbje apo jo të gjakut nga trakti tretës. Ky është një informacion që të parandalon minimalisht kolonoskopinë, që është një procedurë invazive, dhe njëkohësisht është pak më vështirë se mund të ketë pacientë të cilët kanë çrregullime me jashtëjitjen ose mund të kenë polipe dhe hemoroide dhe e dinë që do ta kenë prezent, por që është shumë i rëndësishëm sepse na parandalon shumë gjëra. 30 sekondat e fundit përpara se ta mbyllim. Faleminderit shumë për ftesën, unë u kënaqa shumë. Uroj të jemi prapë për treguar gjëra të tjera të mira që ne bëjmë pranë laboratorit. Doktoresha, shumë faleminderit që kisha sot në studio. Faleminderit. Dhe është patjetër që uroj që të shikohemi dhe besoj që po. Për gjithë ju miq që ishit në Vitality Vibes, me mua ishte doktoresha Dilta Bejko, mjek e laboratori. Ju uroj një fundjavë të këndshme, mos harroni, shëndeti është gjithmonë i pari. Shikohemi të shtunën tjetër dhe dëgjohemi të shtunën tjetër në orën 7 me 8 të darkës. Deri atëherë, natë e mirë dhe mirë dëgjofshim.